ndodh në trupin e një individi, vetëm të moshuarve, nëse nuk defekojmë rregullisht? Cili është problemi që shfaqet në organizëm dhe sa i shpesh duhet të jetë jashitja? Le të marrim për shembull fiziologjin. Vjen masa e përpunuar e ushqimeve nga zorët e holla, hyn në zorën e trash në formën e një uji. Masë shumë ujore, është gjithçka ujore. Futet në zorën e trash dhe ajo është e ndarë në pjesë, në segmente. Le të marrim atë pjesën ngritëse të kolonit, ku fillon përthithja e ujit bashkë me mineralet. Vazhdon tek koloni në atë pjesën transversale. Edhe këtu bëhet po i njëjti proces, dhe le të themi, vazhdojmë në pjesën në rënëse dhe gjithë masa mblidhet aty tek pjesa e sigmës. Sigma është ajo si S që është tek zora e trash. Ndërkohë që masa ka ardhur këtu, qimet thithëse vazhdojnë përsëri që të thithin ujin. Dhe ajo masa, si të thuash, po trashet. Po merr një konstipacion, po merr një... Sepse i është përthithur sasia e ujit dhe ajo që qimet thithëse aty vetëm thithin ujë dhe kripra minerale. Dhe mbetet pjesa tjetër. Ndërkohë që mbushet kjo pjesa e sigmës, pra me kalimin e kohës, kjo u mbush. Atëherë e çon tek pjesa e rektumit, e cila si thua ka qenë e kontraktuar. Kjo fillon që të fryhet, të enjtet, të mbushet, relaksohen muskujt sepse mbushet me masë dhe prap këtu qimet thithëse vazhdojnë të thithin ujin. Ndërkohë që kjo po mbushet pjesa e rektumit, pra jemi gati në pjesën e fundit të zorës së trash, në atë 10 cm e fundit, që ka ardhur masa dhe është depozituar. Nëse kjo nuk i çon sinjale trupit për t'u jashtëqitur, atëherë qimet thithëse prap do të thithin ujin dhe kjo bëhet shumë e thata. Dhe kur të dali pastaj, ajo ka shumë të ngjarë që të na krijojë këto fisurat anale. Pra, del një gjë e thatë, gërvish mukozën e brendshme të pjesës së rektumit dhe të anusit aty në fund, është ajo 5 cm i fundit, ku është kjo linea prota, është një vijë, kështu që mblidhet të kurret, dhe kjo këtu pasaj do të vazhdoj të inflamohet. Por, ndërsa feqja ka ardhur në pjesën fundore të rektumit, dhe kjo ka dhënë një sinjal aty tek pjesa e sakrumit, e kërbishtja, është një qendër që çon impulse, sinjale, që kjo zora e trash, atë sfinkterin e brendshëm të pjesës fundore, të filloj ta ngacmoj, ta relaksoj, si të thuash. Dhe ndërkohë që kjo relaksohet, ky sfinkteri i brendshëm, flasim, në pjesën afër fundit, afër anusit, kjo i çon sinjale trurit. Atëherë truri e analizon, për shembull, është momenti edhe vendi i përshtatshëm që ky njeri të shkojë për ta shkarkuar apo jo. Nëse nuk është, truri nuk e jep komandën që kjo zorë të trashet, të lëshohet, të zbrazet. Kjo është, si të thuash, kjo është një proces që duhet të ndodhë normalisht brenda 24 orëshit? Po patjetër. Nga gjitha vaktet që ka konsumuar 24 maksimumi deri në 36. Po është mirë kështu që duhet të ndodhi. Dhe trupi, unë them, duke qenë që është një qenie biologjike në natyrë, i përshtatet shumë mirë edhe rrotullimit të tokës rreth diellit. Atëherë, do të thotë që është shumë më mirë kur mëngjesi është një orar shumë i përshtatshëm deri në orën 7 të mëngjesit, që ajo pjesa e rektumit të zbrazet, që ata muskujt megjithëse janë qenë të zgjatur, të relaksohen përsëri dhe të kurren të mbyllen. Atëherë, nëse kjo nuk bëhet për shembull, po e quajmë trupi ja çoi një herë sinjalin, 2 herë, truri nuk reagoi, mundet që të kemi përsëri një konstipacion. Pra, nëse nuk e dëgjuam trupin që na i dha truri sinjalin për ta zbrazur, por ne nuk shkuam për një arsye se për një tjetër, ne përsëri mund që të kalojmë në një konstipacion. Dhe ky konstipacioni të jeni të bindur që do shoqërohet me një patologji më mbrapa. Për shembull? Është kjo fisura anale. E dyta, nga sforcot që mund të bëjë njeriu, pra ne kemi parasysh që njeriu çfarë bën kur don të defekojë. Mbledh forcërisht muskujt e barkut,
shtyn diafragma pjesën e zorëve poshtë dhe ndodh ajo zbrazja. Ndërkohë që ky mund të sforcohet kështu, mund që disa vena ose një venë në pjesën e fundit ose dy të fryhen të enjten dhe na krijojnë ato venat varikoze. Pra krijojnë ato hemoroidet. Ja kuptova. Të cilat kanë tjetër pastaj avase Nga dhe një tjetër sindrom, si thuaç, arritëm tek një patologji, tek një smundje. Tani këtu e kuptuam që sa e rëndësishme është mënyra se si dhe shpeshtësia që ndodh tek një individ për të defekuar me mirëqenien mendore. Po, patjetër, po. Lidhja mes trurit edhe mes zorës Ai i jep komandën përfundimtare. Po. Pra imagjinoj një individ që këtë proces të kësaj ore cirkadiane që u përmendët, që duhet të jetë një në 24 orë, maksimumi në 36, të mos ndodhi. Pra, ky individi këtë proces ta ketë një herë në javë. Çfarë ndodh si ndihet ai person, çfarë problemesh ka? Ja, e para ai do të ndihet i kputur, sepse ai ujë që ka qenë bashkë me feçen për të shkuar në kanalin e ujrave të zeza, qimet thithse që ndodhen në këtë pjesën e sigmës dhe të rektumit, vazhdojnë që të thithin ujin dhe këtë ujë e fusin në gjak. Pra, gjaku, si thuaç, fillon që të kontaminohet me ujin e feçes. E para. E dyta, prishet ajo balanca hormonale ajo balanca në sistemin e tretjes dhe të jashtëqitjes. Pra, organizmi merr, këto depozitohen në fundin e zorës, rektumi është i mbushur, sigma është e mbushur, dhe gjithë zora e trash pastaj fillon që të toksifikojë vetveten. Por, zora e trash është e ndarë në pjesë, se i cila pjesë ushqen një organ të caktuar.